Përshëndetje miq, prapë unë Dardani. Sot do të flasim për letrat grillëse, të cilat përdoren në makina orbitale. Pse quhen makina orbitale? Sepse lëvizja e bazës së tyre në formë orbitale. Jo rrethore, por në formë vezës. Fokusi është çfarë letra grillëse të përdoren për këto makina. Është shumë e rëndësishme që letra e cila përdoren për këto makina të ketë sa më shumë brima, sepse brimat i mundësojnë thithjen e pluhurit që krijohet nga zumparimi i materialeve. Mbarësisht nga numri i vrimave që posedon makina, duhet të jetë edhe letra. Në rastin tonë kemi një makinë shumë ekonomike, e cila i ka vetëm 6 vrima, por nuk do të thotë që edhe kësaj nuk mund t'i ndrohet si them popullore papuçja ose suporti, i cili mund të jetë me 16 vrima. Unë ju rekomandoj që minimumin të ketë 16 vrima e sipër, që do të thotë mund të ketë 72 vrima edhe mund të jetë me shumë vrima, domethënë multi-hole si quhet. Fokusi kryesor sot i kësaj teme do të jetë si ta mbrojmë këtë suportin ku vendoset letra. Në shumicën e kompanive në Kosovë e shohim se këtë suportin e kanë të dëmtuar për një arsye të vetme. Kjo shtresa ngjitse që quhet velcro, pas një kohe shpenzohet dhe punëtorët në mungesë të informacionit përdorin në ngjitës për ta ngjitur këtë letër në suport. Por ne kemi një zgjidhje për këtë punë. Zgjidhja është kjo. Kemi një shtresë e cila është me ngjitës të vetën, i hiqet ngjitësi dhe kjo ngjitet direkt në makinë, e cila në pjesën e poshtme të saj e ka materialin e njëjtë sikurse makina kur ka qenë e papërdorur fare. Mbas kësaj mund të përdorni ose letrën direkt ose ndërmjetësuesin. Nëse doni të përdorni ndërmjetësues, është shumë e rëndësishme të dihet çfarë ndërmjetësuesi. Ndërmjetësues ekziston nga 2 mm, 3 mm, 10 mm. Sa më i holl të jetë ndërmjetësuesi, aq më e vrasht duhet të jetë letra. Nuk bën të bëni gabimin të vendosni letër të rreqe, ndërsa ndërmjetësuesi të jetë si në këtë rast të jetë 10 mm, sepse bie aftësia gryerëse e letrës. Ndërmjetësuesit e trash apo si që janë mbi 5 mm, duhet të përdoren gjithmonë në letra me grid të lartë. Sa më i lartë të jetë gridi i letrës, aq më pak ka aftësi gryerëse. Në këtë rast, ky 10 mm ne rekomandojmë të përdoret letra 400 deri në 600. Nëse keni letër 80-çe, ju rekomandoj të përdorni këtë, që është 3 mm. Nëse keni letër mbi 1000 që përdoret për polier, ju rekomandoj të përdorni 5 mm, por duhet të jetë suporti shumë special. Çfarë do të thotë special? Velcro e cila përdoret nuk duhet të jetë me gritha, por duhet të jetë shumë e rrafsh, sepse letrat që përdoren mbi 1000 grit nuk e kanë suportin letër apo tekstil, por e kanë film. Film quhet materialet poliesterit, të cilat janë super të rrafshta. Një prej tyre e kemi edhe këtu. Atëherë këto materiale janë shumë sensitive. Nëse këtu ka ndonjë grith, atëherë gjithçka transferon në sipërfaqen e cila do të polirohet. Një problem tjetër që kam hasur në përditshmërinë time është si mund ta gjejmë vrimat që të vijnë në vend sa më lehtë. Është shumë e lehtë. Është një rregull tek këto makina, gjithmonë shikojeni vijnë drejt. Shikoni, asnjëherë nuk vjen e vija drejt, vetëm një kant e ka vijnë drejt. Kjo është vija e drejtë. Domethënë, vrimat anësore me vrim mesit janë në një vijë. Njëjtë është edhe tek letra, atëherë është shumë lehtë nëse respektoni këtë rregull të vendoset. Ja. Vrimat në përputhshmëri njëra me tjetrën. Pse duhet të respektohet kjo? Nëse vrimat janë të hapura, atëherë absorbimi i pluhurit nga fshesa është shumë i mirë, që kontribon që pluhuri mos të ngjitet në letër, mos t'ia humb aftësinë grillëse, e kjo ndihmon në ruajtjen e letrës, uljen e kosove si ruajtjen e shëndetit tuaj. Këto produkte mund t'i gjeni edhe tek ne në dyqanin online pluspaints.com. Mirë se vini.